Gripi sezonal mori viktimën e dytë, mbi 100 pacient në ditë kërkojnë ndihmë në infektologji. Trefishohet numri të prekurve nga gripi. Kryeministri Kristian Mickoski akuzoni ish-presidentin Stevo Pendarovskin se ka shkel kushtetutën në kohën e pandemisë. Pendarovski mohon. Inspektorët gjobitën 22 markete, mbanin ushqimet të skaduara dhe shkelin rregullat e sigurisë ushqimore. Trump kërcënoi 8 shtete evropiane me tarifa për Grenlandën, takim urgjent i ambasadorëve të BE-s, protesta në Danimark dhe Grenland. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajme të orës 15:55 në televizionin Shenja. Gripi sezonal mori viktimën e dytë. Një pacient 69 vjeçar ka ndërruar jetë në klinikën infektive në Shkup nga influenca A. Drejtori i klinikës Fadil Sana tha se pacienti kishte sëmundje të shumta kronike dhe ndonse bënte pjesë në grupin e rrezikut nuk ishte vaksinuar. Aktualisht në klinikën për sëmundje infektive janë të shtruar rreth 30 pacient të prekur nga gripi. Një pacient i moshës 69 vjeçare ka ndëruar jetë në orët e hershme të mëngjesit në repartin e kujdesit intenziv të klinikës për sëmundje infektive në Shkup, pasi tek ai ishte konfirmuar influenca A. Drejtori i klinikës Fadil Cana informoi se pacienti ishte pranuar në gjendje jashtëzakonisht të rëndë shëndetësore, me bronkopneumoni të zhvilluar dhe sindrom të distresit respirator akut. Pacientot vednash беше пристапено навремено од страна на медицинскиот тим во интензивно во оделот за интензивна нега, но покрај сите предземени мерки пациентот за жал почина. Пациентот е од внатрешноста, донесен во доста исклучителна тешка општа состојба, веднаш беше поставена меаничка вентилација, кај него симптомите биле 5 дена пред прием во болницата. Треба да се напомене тоа дека пациентот бил со доста коморбидитети, хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатија и други болести. Simptomat, siç theksoi ai, ishin shfaqur 5 ditë para hospitalizimit dhe për shkak të seriozitetit të gjendjes, pacienti ishte vendosur në ventilim mekanik. Cana tha se pacienti nuk ishte vaksinuar kundër gripit sezonal, edhe pse bënte pjesë në grupin e rrezikut. Aktualisht në klinikën për sëmundje infektive janë të shtruar rreth 30 pacient të prekur nga gripi, prej të cilëve një ndodhet në gjendje më të rëndë klinike. Çdo ditë në klinik kryhen rreth 100 ekzaminime të pacientëve me grip, nga të cilat, siç tha Cana, shumica janë raste ambulatore. Më herët në të njëjtën klinik kishte ndëruar jetë edhe një grua 75 vjeçare, te e cila gjithashtu ishte konfirmuar influenca A. Edhe ajo kishte disa sëmundje kronike dhe nuk ishte vaksinuar. Në periudhën nga 5 deri më 11 janar, në vend janë regjistruar 2322 raste të raportuara të gripit dhe sëmundjeve të ngjashme me gripin, që është 34.6% më shumë krahasuar me javën paraprake, kur ishin 1725 raste. Gjatë sezonit 2025-2026, numri i përgjithshëm i rasteve të gripit dhe sëmundjeve të ngjashme me gripin arrin në 6147. Krahasuar me të njëjtën periudhë të sezonit të kaluar, 2408 raste, numri i rasteve të raportuara është rritur 2.6 herë, ndërsa në raport me mesataren e 15 sezoneve të fundit, 4841 raste, vërehet një rritje prej 27%. Autoritetet shëndetësore u bëjnë apel qytetarëve, veçanërisht personave nga grupet e rrezikut, që në kohë të kontaktojnë mjekun AM. 5 vite pas pandemisë së virusit korona, kryeministri Kristian Mickoski ka hedhur akuza serioze ndaj ish-presidentit Stevo Pendarovski, duke thënë se dekretet që ka sjellë gjatë asaj periudhe kanë qenë në kundërshtim me kushtetutën.
Sipas tij, kjo ngre çështjen e përgjegjësisë institucionale dhe penale të ish-presidentit. Ai po ashtu ka ftuar prokurorin të veprojë në lidhje me akuzat e kirurgu Gjan Mitrev në adresë të ish-kryeministrit Zoran Zaev dhe ish-ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe. Kryeministri Hristian Mickoski nuk ka dashur të komentojë akuzat e kardiokirurgit Gjan Mitrev ndaj ish-kryeministrit Gjan Mitrev dhe ish-ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe, aktualisht lideri i LSDM-s. Ai tha se pret që prokuroria të merret me këtë rast. Megjithatë, ai ka komentuar vendimet e marra gjatë periudhës së pandemisë. Në këtë drejtim, ai ka akuzuar ish-presidentin Stevo Pendarovski se gjatë kohës së pandemisë ka shkelur kushtetutën. Sipas tij, ekzistojnë dyshime serioze se një pjesë e vendimeve që janë marrë nga ana e Pendarovskit gjatë kohës së pandemisë kanë qenë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet. Akuzat e Mickoskit ndaj Pendarovskit u bën në kontekstin e pretendimeve të Mitrevit të deklaruara 2 ditë më parë në një emision mediatik se ish-ministri i shëndetësisë dhe lideri aktual i LSDM-s Venko Filipçe, me ndihmën e ish-kryeministrit Zoran Zaev u përpoq të merrte pronësinë e klinikës private të Gjan Mitrevit përmes shantazheve dhe presionit. Ne dim se çfarë lloj ndërhyrjesh mafioze po ndodhin, veçanërisht gjatë asaj periudhe kur ishte në fuqi ajo, do të thoja, gjendje e jashtëzakonshme kur ligji dhe kushtetuta në Maqedoni ishin mbi sinkronizuara me dekrete me fuqinë e ligjit. Ka shumë dëshmi që flasin për sjelljen e qeverisë gjatë asaj periudhe. E dini, ato dekrete dhe vendime ligjore të Stevo Pendarovskit gjatë asaj periudhe ende qëndrojnë të pamiratuara në kuvend. Duhet i shohim ato dhe kuvendi të deklarohet në periudhën në vim. Pra, a ka ndoshta ndonjë përgjegjësi këtu nga ana e ish-presidentit? Ndërkaq Filipçe ka mohuar akuzat dhe paralajmëroi padi për shpifje kundër porositësit dhe autorit të shpifjeve, siç u shpreh ai. Ai madje tha se kohëve të fundit është bërë shënjestër e linçimit nga ana e VMRO-DPMN-s. Ndërkaq akuzave të kryeministrit i është përgjigjur ish-presidenti Stevo Pendarovski, i cili ka hedhur poshtë ato si të pavërteta. Ai tha se gjykata kushtetuese prej para më shumë se 5 vjet më parë me shumicë votash konfirmoi se vendimet për gjendjen e jashtëzakonshme janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet. Së dyti, dekretet me fuqinë e ligjit u miratuan dhe u zbatuan nga qeveria. Nëse ka pasur keq përdorime atje, institucionet shtetërore që tani janë në kontrollin e plotë të Mickoskit mund ta verifikojnë këtë kur të duan, nëse duan. Së treti, të gjitha vendimet për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme u dorëzuan nga ana ime në kuvend menjëherë pas përfundimit të saj gjendje. E kam të qartë se ky shpjegim nuk do ta pengojë Mickoskin të vazhdojë të akuzojë dhe të shpif pa bazë, sepse për fat të keq kjo është e vetmja mënyrë që ai është mësuar të qeverisë, thuhet në reagimin e Pendarovskit. Pas kërkesës së djeshme të LSDM-s që kuvendi të diskutojë mbi të dhënat e qytetarëve që mblidhen nga Safe City, kryeministri Hristian Mickoski tha sot se në takimin e fundit me personat përgjegjës për këtë sistem është diskutuar edhe për këtë temë. Ndërkaq Mickoski është shprehur i kënaqur që sistemi ka dhënë efektin e uljes së viktimave në trafik. Numri 1 i ekzekutivit Hristian Mickoski deklaroi sot se duhet të rregullohet çështja e të dhënave të qytetarëve që mblidhen nga ana e sistemit Safe City, duke pranuar se ky sistem nuk është i përsosur dhe se për këtë është diskutuar edhe në takimin e fundit koordinativ me udhëheqësinë e MPB-s, por ai tha se do të duhet një periudhë e caktuar pas zbatimit të sistemit për të rregulluar të gjitha mangësitë që do t'i vërejmë gjatë implementimit. Много работи во текот на имплементацијата. Duhet të ketë protokolle, por shumë çështje duhet të kemi protokolle. E kemi biseduar dje. Gjatë implementimit do të vërejmë se shumë gjëra mungojnë. Në të vërtetë, askush nuk ka qenë i përsosur 100% me njëherë kur ka zbatuar këtë projekt. Është logjike që në 3 deri 6 muaj të ardhshëm të kemi harmonizime të caktuara, por gjithashtu atë që do ta përsëris. Mua më gëzon fakti që kemi arritur aspektin human të këtij projektit, ndërsa ai është më pak viktima si pasojë e aksidenteve në trafik. Në lidhje me miratimin e ligjeve për shkelje që kanë të bëjnë me sistemin Safe City, Mickoski tha se pavarësisht pasigurisë rreth mbështetjes nga LSDM, është e rëndësishme që ky sistem tashmë po i arrin qëllimet e tij themelore dhe po ndihmon në mbrojtjen e jetëve njerëzore. Тоа значи дека граѓаните го
Kjo do të thotë që qytetarët e respektojnë këtë projekt dhe kjo është dëshmi se ligjet mund të respektohen. Jam i lumtur që kjo po ndodh dhe dua t'i falenderoj qytetarët, shoferët dhe t'u bëj thirrje të jenë të ndërgjegjshëm. Kujtojmë se lideri i LSDM-s Venko Filipçe të shtunën duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve për këtë temë, tha se mbështesin ligjet që lidhen me sigurinë në trafik, por se fillimisht duhet që në kuvend të zhvillohet diskutim mbi lartësinë e dënimeve dhe të dhënat e qytetarëve që mbledh sistemi i ri në trafik. Raporti i mbikëqyrjes për progresin e punimeve në korridoret 8 dhe 10D tregon se gjatë muajit nëntor 2025 kanë qenë të angazhuar gjithsej 2131 persona. Gjatë vitit 2025, konsorciumit Bechtel dhe Enka janë paguar 147 milion euro, ndërsa për vitin aktual janë planifikuar pagesa në vlerë prej rreth 103 milion euro. Në ndërtimin e autostradave në korridoret 8 dhe 10D, të cilat po realizohen nga konsorciumi amerikano-turk, Bechtel dhe Enka, gjatë muajit nëntor 2025 kanë qenë të angazhuar gjithsej 2131 persona, përfshirë punonjës të kontraktorit kryesor, nën kontraktorëve, ofruesve indirekt të shërbimeve dhe kontraktorëve të specializuar. Sipas raportit të mbikëqyrjes për progresin e punimeve, të publikuar nga ndërmarrja publike për rrugë shtetërore në teren, janë përdorur gjithsej 1290 njësi pajisjesh. Sipas raportit, gjatë nëntorit të vitit të kaluar, kontraktorit janë paguar 1 miliard e 150 milion denar. Në këtë periudhë janë kryer kryesisht hulumtime gjeoteknike, projektim dhe përgatitje të specifikimeve teknike për autostradat, projekte për shpronësim, menaxhim të përkohshëm të trafikut, si dhe prishje dhe largim të objekteve ekzistuese. Po ashtu, janë realizuar punime ndërtimore që kanë përfshirë punime toksore, drenazh dhe ndërtim objektesh. Punimet gjeoteknike kanë përfunduar në segmentin Tetov-Gostivar, ndërsa vazhdojnë në segmentet Gostivar-Bukojçan dhe Prilep-Manastir. Aktualisht po punohet në 7 ura, 8 mbikalime dhe 3 nënkalime. Deri në fund të nëntorit 2025 janë realizuar mbi 4.9 milion metra kub gërmime dhe rreth 1.45 milion metra kub mbushje. Gjatë vitit 2025, konsorciumit Bechtel dhe Enka janë paguar gjithsej 147 milion euro, ndërsa për vitin aktual janë planifikuar pagesa në vlerë prej 103 milion euro. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka shqiptuar 22 gjoba në vlerë prej rreth 40.000 euro ndaj marketeve dhe hipermarketeve gjatë kontrolleve të jashtëzakonshme në mbar vendin. Janë konstatuar ushqime me afat të skaduar, mungesë higjiene dhe shkelje të rregullave të sigurisë ushqimore. Në disa markete punonjësit nuk kishin libreza sanitare, ndërsa disa nuk zbatonin praktikat e mira prodhuese dhe higjienike. Rreth 40.000 euro është vlera totale e 22 gjobave që shërbimet inspektuese të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë u shqiptuan operatorëve të ushqimit në kuadër të kontrolleve të jashtëzakonshme të realizuara në markete dhe hipermarkete në të gjithë territorin e vendit. Siç thuhet në njoftimin e AUV-s, në aksionin që u zhvillua nga 13 deri më 16 janar të këtij viti, janë kontrolluar 188 operatorë të ushqimit nga kjo kategori. Agjencia informoi se të 10 operator gjatë kontrolleve janë konstatuar shkelje më të lehta nga fusha e sigurisë ushqimore, si mosndarja e duhur e pajisjeve frigoriferike, deklarata të paqarta dhe të palexueshme të produkteve, për të cilat janë shqiptuar masa paralajmërimi, ndërsa në 2 markete është konstatuar se punonjësit nuk posedonin libreza sanitare. Nga AUV-ja shtojnë se të 6 nga marketet e kontrolluara është konstatuar se nuk kanë të implementuara procedura për zbatimin e rregullave të praktikës së mirë prodhuese dhe praktikës së mirë higjienike, ndërsa në 14 markete është gjetur ushqim me afat të skaduar. Si ushqimi pasigurt, në kuadër të këtij aksioni të agjencisë, nga operatorët janë konfiskuar dhe asgjësuar në mënyrë të sigurt mbi 253 kg mish dhe produkte të mishit, produkte qumështi dhe lloje të tjera produktesh.
Mira njerëz protestuan mbrëm në qytetin serb të Novi Sadit, ndërsa studentët të cilët prej më shumë se një viti kanë udhëhequr protesta masive, janë zotuar se do të vazhdojnë luftën kundër korrupsionit të përhapur gjatë qeverisjes së presidentit Aleksandar Vučić. Protestuesit duke brohoritur hajdut akuzuan qeverinë për korrupsion të shfrenuar. Studentët u thanë të pranishmëve se kishin hartuar një plan për të çrrënjosur korrupsionin në Serbi dhe për të rikthyer sundimin e ligjit. Ata propozuan ndalimin e zyrtarëve të korruptuar nga përfshirja në politikë dhe hetimin e pasurisë së tyre si hapat e parë për një qeveri pas Vučićit. Protesta u quajt "Çfarë do të thotë fitoria?". Muajin e kaluar, studentët deklaruan se kishin mbledhur rreth 400.000 firma në mbështetje të kandidimit të tyre në zgjedhje. Tubimi i radhës protestues është planifikuar për më 27 janar në kryeqytetin serb Beograd, njoftuan organizatorët. Protestat e rregullta të udhëhequra nga studentët kanë përfshirë Serbinë që prej nëntorit 2024, pas një aksidenti në stacionin e trenit në Novi Sad ku humbën jetën 16 persona. Përfaqësuesit e shteteve anëtare të BE-s do të mbajnë një takim urgjent pas kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave ndaj shteteve europiane që kundërshtojnë aneksimin e Grenlandës. Ndërkaq, qytetarët në Danimark dhe Grenland kanë protestuar të shtunën duke përcjellur porosinë e tyre se Grenlanda nuk është në shitje. Mira qytetarë danez dhe grenlandes marshuan të shtunën në shenjë proteste kundër kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për marrjen e kontrollit të Grenlandës. Protestuesit që u mblodhën në Kopenhag, kryeqytetin e Danimarkës, shkuan drejt konsullatës amerikane duke mbajtur pankarta dhe duke prohuritur "Grenlanda nuk është në shitje". Grenlandezët u mblodhën në protestë në kryeqytetin e tyre Nuuk nën sloganet "Grenlanda u përket grenlandezëve dhe larg duart nga Grenlanda". Ndërkohë protestave ju bashkua dhe kryeministri i Grenlandës Jens Frederik Nielsen. Qëllimi është të dërgohet një mesazh i qartë dhe i përbashkët respekti për demokracinë e Grenlandës dhe të drejtat themelore të njeriut, thuhet në faqen e internetit të UAG-ut shoqate grenlandezëve në Danimark. Protesta u zhvillua në të njëjtën ditë kur Trump njoftoi vendosjen e një tarife 10% ndaj 8 vendeve evropiane nga muaji i shkurt si reagim ndaj kundërshtimit të tyre për kontrollin amerikan mbi Grenlandën. Trump njoftoi se një taks prej 10% do të hyjë në fuqi nga 1 shkurti dhe potencialisht do të rritet në 25% më 1 qershor, duke prekur Danimarkën, Norvegjinë, Suedinë, Francën, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Holandën dhe Finlandën. Pas këtyre kërcënimeve, BE-ja ka thirrur një takim urgjent që do të mbahet në orët e pasditës së sotme për të diskutuar se si do të përgjigjet. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se BE-ja mbron fuqishëm të drejtën ndërkombëtare. Aktualisht po koordinojmë një përgjigje të përbashkët nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për këtë çështje, tha ai. Trump theksoi se taksat e importit do të mbeten në fuqi derisa të arrihet një marrëveshje për blerjen e plotë dhe totale të Grenlandës nga SBA-t. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, tha se vendosja e tarifave ndaj aleateve për ndjekjen e sigurisë kolektive të aleateve të NATO-s është krejtësisht e gabuar, ndërsa Emmanuel Macron i Francës e quan kërcënimin të papranueshëm. Vitet e fundit ka pasur një interes gjithnjë më të madh për burimet natyrore të Grenlandës, përfshirë mineralet e ralla të tokës, uraniumin dhe hekurin. Ajo mund të ketë gjithashtu rezerva të konsiderueshme nafte dhe gazi. Këto burime më parë kanë qenë të bllokuara për shkak të klimës së ashpër arktike, por shkrirja e akullit ka hapur rrugë të reja detare, të cilat mund t'i bëjnë minierat dhe peshkimin më të lehta. Këtu është fundi lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi sërish në edicionin qendror. Miru takofshim.